Sot kemi kënaqësinë që të kemi në studio një të figurë të rëndësishme të sportit kosovar, presidentin e Federatës së Kickboksit, Fatmir Makolli, i dekoruar nga ish-presidentja Vjosa Osmani për kontributin dhe angazhimin e tij në zhvillimin ndërkombëtar e këtij sporti. Ai sot do të ndajë me ne rrugtimin, sfidat dhe vizionin për të ardhmen e kickboksit në Kosovë. Mirëmëngjesi zotëri Makolli dhe mirë se na erdhët në ulqinin ton të bukur. Mirëmëngjesi dhe mirë si u gjeta. Dhe njëherë dhe ju falenderoj dhe jam i lumtur dhe shumë peni vetën mirë në këtë televizionin e juaj dhe redaksinë e juaj në televizionin TV Teuta dhe jam shumë i njëjtë që për realizojmë këtë intervistë. Faleminderit edhe një herë që zgjodhët ta vizitoni ulqinin pse jo dhe të realizojmë një intervistë kështu së bashku. Më tregoni si nisi rrugtimi juaj në kickboks dhe çfarë ju shtyu të angazhoheni kaq shumë për këtë sport? Mi thonë drejtën, unë fillimisht kom fillu me ushtru karate, që si fëmijë, dhe pastaj kom pas shumë rezultate edhe në Kosovë, pak të kaloj për me dëstis pak, se për vetë vetën është vështirë me folë, po më do të pashare me folë, se dihet që e kom pas një rrugtim shumë gjatë në sport, mase 50 vite. Një numër i konsiderueshëm. Po që kom kalu në sport, kom qenë shumë herë kampion i Kosovës, kom qenë kampion barë kombëtar në karate, pastaj kom dalë në kickboks. Ku edhe në kickboks kom pas medalje dhe tashti jam kryetari i Federatës Kickboksit Kosovës dhe tashti e përfaqësojnë garus tonë në arenën ndërkombëtare sportin tonë. Çfarë do të thotë për ju personalisht të jeni president dhe të drejtoni Federatën e Kickboksit në Kosovë? Ka është letë edhe me marë përgjësi, se kjo është edhe një përgjësi e madhe, po na shqiptarë në përgjësi kena bërëm për sportet luftarake dhe besoj edhe s'na mungojnë edhe medaljet. Unë shfrytëzoj rastin unë kom qenë edhe ndër njerëzit më të lumtur edhe jam krenar që kom qenë kur është pranuar Komiteti Olimpik i Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar dhe kom qenë nënkryetari i Komitetit Olimpik. Besoj që kjo ka qenë për sportet luftarake një nder i madh, që i kom përfaqësuar sportet luftarake. Po ashtu unë kom qenë shumë ngjarje historike që janë në sport, kom qenë pjesëmarrës edhe në lojën olimpike, të cilat janë marrë në Brazil 2016, gjithashtu kom qenë edhe në Azerbejxhan, kur janë marrë lojnat evropiane, ku kom qenë prezent, edhe besoj që ka qenë një nder i madh. Edhe po, kom qenë i pranishëm në Monako, kur është pranuar Komiteti Olimpik i Kosovës, delegacionin e Kosovës, dhe kjo është një kënaqëri besoj e madhe dhe kjo është një ngjarje që sa do pak unë si sportist kom lënë gjugmë diçka për kombin, për shqiptarët. Keni qenë një delegat i vendit tuaj. Po. E dim që para kësaj interviste ne biseduam pak më shumë rreth këtij sporti dhe si e keni përfaqësuar ju, por më treguat që jeni dekoruar edhe nga ish-presidentja e Kosovës tashmë Vjosa Osmani për kontributin tuaj. Si e përjetuat këtë moment dhe çfarë përfaqëson ky vlerësim për ju? Po më të thonë drejtën, unë vlerësoj shumë këtë çmim që e kom marrë dhe e falenderoj edhe një herë presidentin dhe i falenderoj ata njerëz që kanë punuar dhe që më kanë dekoruar me këtë mirënjohje, se dihet pa punuar, pa ndjerës, pa punuar 100% e kanë vlerësuar që unë kom punuar për sport dhe më kanë vlerësuar me këtë çmim dhe për mua ka qenë edhe është nder i madh që e kom marrë këtë çmim dhe besoj që nuk do të ndalna unë do të vazhdoj edhe sa më mirë, që të kontribuoj sa më shumë për sportin në përgjithësi dhe për shqiptarët. A mendoni se ky vlerësim është edhe një motiv shtesë për zhvillimin e mëtejshëm të kickboksit të Kosovës? Po, është kjo është një mbështetje e madhe që ju ka bo sportit, se dihet që me menjoje presidenciale nuk mundesh mu shpërbly pa punue, pa kontribu diçka për çështjen e kombit, për sportin përgjithësi, se dihet që sporti
ambasadori, sportisti është ambasadori më i mirë i shtetit që përfaqëson shtetin në arenën ndërkombëtare. Besoj që shumë e vërtet. Si e vlerësoni gjendjen aktuale të kickboksit në Kosovë sot? Me që na treguat që keni ndoshta nëse mund ta them kështu një jetë të tërë që merreni me këtë lloj sportit dhe si mund të na bëni një dallim nga ajo periudha kur keni filluar ju të merreni me sportet deri më sot. Si e shihni gjendjen aktuale në Kosovë? Po përpara kur kom qenë në sportist, ka qenë një kohë shumë e keqe. Unë i takoj një gjeneratës që dihet që Kosova ka qenë e okupuar dhe atëherë më mirë me sportet luftarake. Dihet që sporti i Kosovës u pavarësu në vitin 1991 dhe na i kanë dorë rrugët aty me Serbinë. Na e kanë pas sportin e pavarën, po ka qenë shumë vështirë më mirë me sport në atë kohë, sidomos me sportet luftarake se i ka penguar edhe regjimin që mirëm na me sportet luftarake, se ata e kanë ditë që një ditë do të ballafaqohen me neve dhe qysh tani u bë ushtria, u formu ushtria dhe kjo ka qenë një problem i madh. Unë më kujtohet si sportist, unë kur kom fitu në medalja, kom fitu në diçka një trofe, më ka duft me më shef në për valigje se më të gjetë të pyetën kanë përfaqëson, çka përfaqëson. Unë në atë kohë, na kena arrit, karatja ka arrit që morën pjesë në arenën ndërkombëtare. Ka qenë ndër sportet e para që ka depërtuar në arenën ndërkombëtare dhe besoj ky ka qenë pak sakrifisë më mirë me sport. Se ka penguar se ti pe bën paralelizëm, kena bën paralelizëm, si çdo lami që i ka bë Kosova regjimet, edhe sporti ka pas atë vetën. Sot si është? Sot unë më thon drejtën unë bashkëpunoj me gjithë shqiptarët. Pa marrë parasysh ku jetojnë shqiptarët, si në diasporë, si në Ulqin, si në Shqipëri. Unë bashkëpunoj me sportista, jemi në kontakt të vazhdueshëm. Unë gjithmonë them dhe jam për me bëni përfaqësuese sa më të fortë të kickboksit që më na përfaqësua shqiptarët në arenën ndërkombëtare. Cilat janë sfidat kryesore me të cilat përballet ky sport në vendin e Kosovës? Më thonë drejtën, ne kena mbështetjen gjithmonë e kena për Ministrisë Sportit, na për krah, ne kemi tash më thonë drejtën veç po vinë të rregulluar gjërat edhe tash është edhe më mirë edhe për sportista, edhe për ne si federat që e përfaqësoj, se tash dihet na mbështet Ministria, sukseset që kanë sportistat shpërblehen. Kjo do me thonë shumë, edhe në tarën besoj që edhe ma mirë dhe na mbështesin edhe ma fuqishëm për me pas suksese në arenën ndërkombëtare. Sa është interesimi ndoshta edhe i brezit të ri për të marrë me kickbox dhe çfarë po bën për të arritur këtë interes ju si presidenti i kësaj federate? Me thonë drejtën kjo kickboxi në arenën, jo në arenën, por në botë është shumë i afirmuar dhe ka shikueshmëri shumë të madhe dhe është sport atraktiv. Kickboxi nuk është sport i lehtë, është sport i vështirë, po na kena disiplina tjera, kena për fëmijë, kena për pak në gjenerata matreja, ku aty janë me cek, ka kick light, ka janë disiplina më të lehta, janë më të lehta për fëmijë për këto se na nuk guzojna me drejtuar fëmin në kickbox me shtimin e herë se aty ka lëndime, kjo është sport i rënd. Dhe është ndoshta shkon step by step. Po, çfarë duhet pak që me kom pak më të përgatitur, më të kalit. Ju keni kontribuar edhe në lobimin e këtij sporti për përfshirje në arenën olimpike. Sa afër jemi që kickboxit të jetë pjesë e lojrave olimpike? Më thonë drejtën këta federata botërore që është VAKO, ata janë në aplikim që kanë apliku për më bë sport olimpik dhe besoj që tash Komiteti Olimpik Ndërkombëtar e njeh kickboxin si sport. Është më rëndësi shumë. Dhe besoj që këta federata botërore këta punojnë në atë aspekt që një ditë do të bëhet edhe sport olimpik. Me qenë sport olimpik, më bë sport olimpik është ndryshim shumë i madh. Dhe besoj që në të ardhmen ata do të punojnë më shumë dhe çan ata kanë neve për shteteve, për federatave kombëtare, na e kanë mbështetjen tonë dhe besoj që përveç që jeni një delegat dhe i vendit tuaj i Kosovës në Federatën e Kickboxit,
por ju ishit edhe pjesëmarrës në samitin e diasporës që ka qenë së fundmi në Tiranë. Si u ndjet dhe çfarë synuat të arrinin në këtë samit? Unë spore kisha shfrytzuar rastin që ta përshëndes dhe ta falenderoj këtë ambasadorin ton, Taj Shaboni, i cili është për paqë dhe kjo ai ma ka boftesën dhe unë jam marrë me ambasadorin, kemi qëndruar 2 ditë në këtë summit dhe besoj që unë kom përfaqësuar aty, unë kom dëgjuar për sport më shumë, jam shumë i lumtur dhe shumë krenar që shumë shqiptar të suksesshëm kom arrit që njoftona me ta dhe kjo ishte një provojë shumë e mirë për mua se na dihet na sportistat nuk dinë na shumë politike, më mirë me politikë, po besoj kjo ka një provojë e mirë për mua dhe jam falenderues shumë që isha i pranishëm në atë summit. Dhe më duk që summiti u duk i suksesshëm, janë njerëz që do të më vlerësue, po më duk mirë, veç që arrita me njoh shumë shqiptarë dhe shumë shqiptare suksesshëm në diasporë. Çfarë do të nënkuptonte për sportistët kosovar të kickboksit një përfshirje e tillë në skenën botërore? Po unë besoj që çdo sportist që përfaqëson vlerat shtetit vet është krenar. Dhe besoj që ashtu edhe na dihet që edhe në arenën ndërkombëtare edhe në diasporë kena shumë shqiptarë suksesshëm, kena shumë shqiptarë në Amerikë, kena shumë suksesshëm kickbox, edhe besoj që në të ardhmen dhe i përshëndes shqiptarët që mirën me kickbox, pa marrë parasysh gjithë sportistat që edhe ju kisha dëshiruar sukses edhe të prezantojnë sa më shumë edhe sa më mirë denësisht shtetin tonë. Cilat janë planet dhe objektivat tuaja për të ardhmen e kësaj federate? Më thonë drejtën, unë punoj edhe si pikë synim unë jam federat, po mendoj që një ditë të bëhet sport olimpik. Dhe kisha me qenë shumë i lumtur që do të bëhet sport olimpik dhe për gjeneratat e ardhshme do të jetë sport edhe më i mirë. Edhe besoj që do të jetë edhe më masovik në të ardhmen. Çfarë do t'i thonit ju brezit të rinj që kanë dëshirë të merren me këtë sport, por edhe që janë duke u stërvitur dhe janë duke u marrë me këtë sport, cilat janë ato synime që ndoshta edhe duhet t'i arrijnë? Unë ju kisha preferuar sport rinisë edhe më shumë ju kisha si vajza edhe djemve ashtu ju kisha propozuar që të ushtrojnë pa marrë parasysh çfarë sporti, po kisha pas dëshirë edhe kickboxi, se kickboxi është shumë sport i mirë, është sport atraktiv. Tash në përgjithësi edhe në botë edhe në Evropë, po stërvitin shumë edhe vajzat, po mirën me kickboxi, është sport i mirë, është sport i shëndetshëm dhe besoj që këtu e ka edhe atë pozitivitetin që e ka sporti edhe përgjithësi. Dhe ju më mirë me sport është mirë se i largosh rrjetet sociale më shumë, nuk rrin në internet, më mirë është me shku me stërvit 1 orë gjysmë në palestër dhe atë farë negativitetin e largon, sporti veç pozitivitet sjell. Dhe besoj edhe për shoqëni edhe për këtë edhe për rini është shumë, sporti është i mirë mja kushtu vetë 1 orë gjysmë.